Ekipi Lezhjan i Beslidhjes në futboll zhvilloi një tjetër ndeshje miqësore në Tiranë përballë skuadrës së Partizanit B, e cila u mbyll me barazim 2-2. Takim i cili shërbeu si test i rëndësishëm për të dy ekipet. Beslidhja nisi mirë ndeshjen dhe arriti të shënojë 2 herë brenda pjesës së parë. Fillimisht ishte Karakaçi, që në minutën e 30 kaloi ekipin në avantazh, ndërsa vetëm 8 minuta më vonë Raboshta dyfishoi rezultatin, duke konfirmuar momentin pozitiv të ekipit në fazën sulmuese. Në pjesën e dytë, ritmi i lojës mbeti i lartë, me të dy skuadrat që kryen disa zëvendësime. Stafi teknik me në krye trajnerin Elvis Plori shfrytëzoi këtë miqësore për të aktivizuar të gjithë lojtarët e grumbulluar, duke u dhënë minutazh dhe mundësi për të treguar gjendjen e tyre fizike dhe formën aktuale. Kjo ndeshje u konsiderua si një provë e vlefshme në kuadër të ndalesës zyrtare të muajit janar, ku fokusi kryesor mbetet vlerësimi i alternativave dhe përgatitja për vazhdimsinë e sezonit. Faza e dytë e kampionatit nis të shtunën e 31 janarit, ku ndeshjen e parë Beslidhja do ta ketë në Lezhë përballë ekipit të Basanias.